Të dashur dëgjues, në këtë podcast do të trajtojmë një temë shumë të veçantë me një mysafir shumë të veçantë. Kemi nderin të kemi në studiot e Radio Kosovës një prej figurave më të njohura shqiptare në tashmënarin ndërkombëtare, një prej artistëve të mëdhenj të vallëzimit modern, koreografin e njohur Blenard Azizaj. Blenardi vjen nga Shqipëria, ai ka kryer, duhet nda me ju pak biografitë e tij. Ai ka kryer shkollën kombëtare shtetërore të vallëzimit në Athinë, në Greqi pra, ku është diplomuar si balerin, pastaj pedagog vallëzimi e koreograf i njohur. Blenardi ka punuar edhe ka bashkëpunuar tashmë me kompani shumë të mëdha edhe në Evropë, në qendra të mëdha, në Berlin, në Londër, në disa qendra në Zvicër, e puna e tij, ndërtimi i karrierës së lartë të tij ka bërë që ai tashmë të shkelë, të prek shumë skena botërore dhe tani ne kemi Blenardin këtu. Është nder për ne që të kemi në këtë intervistë. Mirë se erdhe i dashur. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Sa kënaqësi me ju pas në Prishtinë, edhe ndoshta veç si mysafir, lërë më të zbërthejmë profilin tuaj. Ta ndajmë me çfarë rasti jeni këtu? Unë jam ftuar tek emisioni i dje me rastin e ta zbardhë fytyrën e edicionit 8 që organizohet nga Kult Plus dhe Ardian Pajaziti. Dhe është herë e parë them jam në Prishtinë dhe jam ndier vërtet shumë ngrohtë, si në shtëpi. Edhe ishte vërtet një mbrëmje mrekullueshme sepse të kemi parë dhe kryeministri ka qenë i ftuar dhe mora edhe çmimin nga kryeministri vet dhe gjithashtu kishte një performancë shumë të shkurtër që unë u gëzova shumë duke performuar. Për herë të parë në Prishtinë dhe ishte vërtet Po vërtet. si ki lënë kaq vonë Prishtinën për ta parë? Sepse kam qenë gjithmonë, se unë jetoj jashtë. Kam shumë vite që jetoj në Berlin, po gjithashtu punojmë ndërkombëtarisht me punët, domethënë si koreograf edhe si balerin sepse jam aktiv akoma. Dhe Prishtinën gjithmonë e kam pas qef, kam pas qef me ardh, me kriju diçka këtu tek Baleti Kombëtar i Kosovës, por nuk është realizuar akoma sepse fatikisht ka qenë kohë përpara, ishte një bisedë me të ndjerin Ahmet Ibrahimi, i cili nuk jeton më, që kishte një dëshirë që unë krijoja diçka për baletin e Kosovës, por u munduam, Covidi qëndroi atëherë dhe ishte pak e vështirë. Tani uroj, domethënë vizita tjetër të jetë për këtë rast. Po. Blenard shumë figurë që ndoshta rrallë mund të takojmë, por është edhe një fushë shumë specifike, vallëzimi modern, koreografin që ju bëni, si ka qenë rrugtimi juaj për të prekur gjithë ato skena të mëdha që tashmë ju i keni shkelur? Udhëtimi i një artisti është gjithmonë i vështirë dhe gjithashtu dhe udhëtimi im ka qenë shumë i vështirë. Qysh prej shumë vitesh sepse unë kam qenë emigrant në fillim, kam emigruar se gjithë shqiptarët e tjerë, duke ecur rrugëve nëpër male si gjithë shqiptarët. Edhe aty kam dhënë për disa kohë, kam qenë edhe ilegal për 2 vjet dhe më pas krejt rastisht në një bar aty në Greqi, në një ishull unë jetoj atëherë, takova, domethënë fati ose u manifestua ajo dëshira që unë kisha. Dhe aty filloi çdo gjë tek ishull për pak kohë, më pas shkova në Athinë në një shkollë tjetër ku fillova më tepër ato vallëzimin. Më pas shkova. E kishe pasion vallëzimi, e kishe provuar. Vallëzimi ka qenë gen pothuajse qysh prej fëmijërisë, sepse i mat ka qenë valltar gjithashtu në ansamblin e Fierit, nga Fieri me origjinë dhe këndonte këngët polifonike. Kështu që jam i vetmi, le të themi, delezeze e familjes që ndoqi atë trashëgëmisë, si thotë. Edhe si u gjende. Dhe në Greqi pastaj duke bërë dhe punë të ndryshme, fillova dhe shkollën në shtetit në Athinë për 4 vjet dhe bëja punë të ndryshme gjithmonë si gjithë artistët. Po do të them që nuk është e lehtë. Do të sakrifikosh shumë gjëra dhe unë jam larguar qysh prej 2004-s nga Shqipëria dhe sakrifikon. Ja, familja nuk e shoh shpesh për shembull, ose shokët
lidhjet, është Tashmë sakrifikon. nuk është koha krete jotja tashmë. Nuk është koha kreative. Jam servitor i Ngjarjeve, i skenave, i artit dhe por rrugtimi i vështirë e sfidues duhet të qenë. Shumë. Dhe kërcimi i zhanrit kontemporan nuk është shumë i njohur. Domethënë është një energji e cila shfaqet shpesh në për teatre dhe në institucione ndryshme, por shumë pak njerëz e kuptojnë. Më shumë janë të lidhur me pikturën, me muzikën klasike, por tani avash dhe dansi kontemporan. Si vendoset të studiosh këtë deg të vallëzimit? Unë qysh prej vogël kam pas pasion, si thash pak më përpara, vallëzoja përpara familjes Michael Jackson, ka qenë heroi si gjithë djemve dhe vajzave besoj në gjithë botën. Edhe ka qenë imi atëherë dhe mundohesha ta imitoj ai më dha atë energjinë, atë rrugtimin. Po kush të zbuloi talentin fillimisht? Si vetë unë kam qenë autodidakt. Autodidakt. Dhe u zbulua te ky bari Bohem del Mar në Siros, te ky ishull që unë jetoj atëherë, aty u zbulua. Sepse një natë aty hipa në bar dhe edhe kërceva një këngë që unë kam pas shumë për zemër, qysh prej fëmijërisë time, dhe aty u manifestua ai dëshira. Dhe një mësuese ishte aty pranë dhe më pa tha wow. Çfarë është kjo? Ky do bëhet, ky do ndërtohet. Po unë kam qenë në mosh 22 vjeç atëherë, 21 më fal. Edhe akoma nuk e dija se çfarë ishte kjo, çfarë po ndodhte, domethënë nuk isha koshient. Thjesht gjithmonë gjërat manifestohen kur ke një dëshirë, por nuk e di çfarë dëshire e madhe është ajo dhe ku do të çoj këtë dëshirë. Edhe jam me gjithmonë me fat. Edhe thash dhe dje që vështirësitë këto të kalisin. Sigurisht. Ato të ndërtojnë karakterin, por edhe botën e brendshme, shpirtërore. Pa rrëzuar nuk mund të ngritesh. Asnjëherë, dhe kjo duhet ndodhi. Duhet të ndodhi te secili. Blenart, tashmë kam lexuar që kishe disa vepra të realizuara në skena botërore dhe për këtë të fundit morët edhe vëmendje botërore, domethënë ishte një shkrim i The Guardian për një shfaqje ballkanike erotike që ka tërhequr këtë vëmendje. Si u përcaktuat për këtë vepër dhe si realizuat? Kjo vepër erdhi krejt rastësisht dhe unë akoma nuk e kam dërgjësuar akoma sepse jam shumë emocionuar, sepse është diçka shumë e madhe. Dhe ndodhi në vitin 2024 në mars, mora një telefon nga producenti Marina Abramović, i cili unë në përgjithësi këto telefonat që nuk i njoh dhe nuk i kam i mbyll. Edhe e fika telefonin dhe imagjino tani rasti i jetës, çfarë mundësi e jetës edhe e mbyll. Edhe pak për të qeshur. Edhe më dërgoi një email më mbas dhe më thanë që kemi parë punën tuaj dhe kemi shumë dëshirë të bëjmë një Zoom call. Marina ka dëshirë të bëjë një Zoom call sepse ajo po kërkonte për këtë pjesë, kjo është pjesa më e madhe e punëve të saj artistike e një karriere për 65 vjetësh. Kështu që më tha, nëse ke dëshirë, mund të bëjmë një Zoom call dhe të dini, ajo kishte një listë me shumë koreograf nga Ballkani dhe Europa, përgjithësi. Edhe bëm mbas 3 ditësh që fola me producentin, bëra këtë Zoom call me Marinën dhe të dy sa u pam, e dinim që mbas 3 minutash do bashkëpunonim bashkë. Po, ishte një energji kështu e çastit. Që ka thënë shumë, do të thënë keni parë shumë të përbashkët. Shumë të përbashkët, dhe një diçka që kemi të përbashkët është intuita. Dhe punojmë të dy, jemi shumë intuitiv, edhe nga ky projekt kemi mësuar shumë. Balkan Erotic Epic është megjithënë një pjesë historike e saj, edhe imja gjithashtu sepse kisha në kurriz një punë madhështore, koreografike, po jo vetëm, edhe se marr pjesë edhe si performues tek shfaqja. Kemi edhe një duet në fund me Marina Abramović, kërcejmë bashkë. Edhe kjo është shumë interesante. Është një punë që ka marrë për masa shumë të mëdha dhe shikueshmëri e cila sepse gjitha ajo vëmendje që u shfaq. Gjithat padyshim që ka pasur gjithat përmbajtje. Po. Edhe do jetë për 4 vjet, do jetë për 4 vjet në udhë, në rrugë për duke performuar gjithandej në gjithë botën. Do të thënë
Po. Është një tur i gjatë që sigurisht është gjithashtu sfidues. Po. Në këto veprat e tua, si që keni dhe emërtuar, varësisht prej temave që keni përgatitur për të dalë në skenë, keni shfaqur edhe identitet, edhe përmbajtje, edhe trashëgimi, edhe vlerë, edhe opinione ndoshta të momentit. Cilat nga këto të kanë lidhur më shumë edhe emocionalisht? Unë me punën që mundohem të krijoj për këtë temën e emigrimit sepse është dhe pjesë personale dhe mundohem gjithmonë të vendos elemente. Po. Por edhe fuse edhe ka dhe elemente politike tek punë sepse çdo gjë është politik në fundit. Edhe mundohem gjithmonë të vendos elemente folklorike shqiptare, të mbaj atë identitetin edhe në të gjitha pjesët. Tani pjesë e fundit që kam krijuar e fundit fare para një javësh kisha premierën në Tiranë, quhet Mbi Fjalë, e cila ishte një ide që unë kam pas shumë dëshirë gjithmonë, sepse Mbi Fjalë është dhe titull shqiptar, sepse në përgjithësi unë vendos titull në anglisht. Kjo është hera e dytë që unë vendos një titull shqiptar. Mbi Fjalë erdhi nga zemra, domethënë erdhi nga zemra, jo nga mendja, dhe kërkonte ky titull kërkonte një trup që të shprehej. Dhe këtu kam ndërlidhur elementet e folkut shqiptar, të vallëzimit, të kostumeve, të muzikës, me ndërlidhur me elementet e dansit kontemporan dhe muzikës elektronike, i cili kompozitori ka qenë Tomor Kuçi, i cili është edhe nga Kosova. Edhe patëm një bashkëpunim shumë të mirë bashkë. O Blenard, është vështirë të harmonizosh këto elemente për ta ndërtuar, për ta finalizuar një vepër të kësaj fushë? Domethënë kur i përmend gjithë këto elemente të kulturës shqiptare me ato që duhet të ta kesh për një skenë bashkëkohore, botërore. Ja, është e vështirë sepse çdo proces është si një lindje. Kështu e shoh, domethënë sepse është një proces që duhet të ketë një mendim, një histori. Gjithmonë mundohem të tregoj historinë në punët e mia. Kështu që gjithmonë është e vështirë sepse edhe në fundit ato që shkruan, ato që mendon, ato që në fund fare dalin në skenë, kanë dhe një hapësirë midis tyre dhe dalin komplet të transformuara. Edhe mundohem gjithmonë të jem i vërtet me ato që krijoj dhe të jap në skenë. E lë audiencën gjithashtu të zgjedhë vetë çfarë të shohë dhe nuk e detyroj unë çfarë të shikoj. Ka shumë elemente dhe më pëlqen kjo. Po, nga cili element shpesh të ndodh të nisësh një vepër të re? Ku e krijon idenë? Çush e lind inspirimin për të krijuar diçka të re? Si e thash pak më përpara, jam një person që krijoj nga intuita. Okay. Domethënë, mund të shikoj një pikturë dhe nga ajo piktura të gjej lëvizje për shembull. Ose një muzikë më të çojë diku tjetër. Në ekip, zakonisht në koreografi, kur e ndërton një koreografi në vallëzim, punohet në ekip, edhe ndoshta është sfiduese të harmonizosh krejt idenë e projektit që ti e ke menduar, e ke projektuar në mendje, ta transmetosh te pjesa tjetër e ekipit. Të sfidon kjo pjesë? Të sfidon sepse do të zgjedhësh me shumë kujdes ekipin që të jenë të njëjtën faqe, që të kuptojnë, të kenë atë botëkuptimin tat. Dhe unë edhe njerëzit, edhe ekipin e zgjedh nga intuita, sepse për mua është shumë e rëndësishme jo vetëm në artin që unë krijoj, por edhe në aspektin human, sepse kam nevojshme inteligjencën emocionale. Kështu që kështu i zgjedh dhe njerëzit, edhe shoqërinë, po edhe timin tim, domethënë që të jemi më kompakt. Të jemi më kompakt dhe të ecim së bashku. Cilat janë pjesë të bukura që pastaj ta ndërtojnë një tërësi, ose nga filloni, nga cilat janë më të lehta pastaj keni pa kur përtojmë të lexojmë ose të bëjmë diçka, nisim nga diçka që dua më lehtë e pastaj vim te ato më të vështira. Koreografia nuk është e lehtë, sepse është një proces dhe për mua është shumë e rëndësishme procesi produkti në fund fare. Është një udhëtim. Aty krijon një botë ose shumë bota, sepse je një ekip i madh ose i vogël, po krijon një botë kur i ketë gjitha aty brenda.
është e vështirë, por në të njëjtën kohë të jep të rrit. Të rrit, të jep shumë emocion, të jep shumë ngjyra. Është vështirë të kuptojnë të tjerët. Ky është arti, ky është arti. Tani Artë të vështirë art është transmetohen. vështirë. Ka momente që dhe mund ta kuptojnë, ka momente që dhe s'kuptojnë, por ky është arti në fund. Sigurisht. Dhe ajo që unë duhet të transmetoj ndonjëherë tek publiku, mbase nuk është ajo Që do. mbase nuk është ajo tema që unë kam përshkruar, ti mund të shikosh diçka tjetër. Mund të befasoj publikun ndonjëherë me diçka tjetër që ka marrë në kuadër të njëjtës vepër? Kjo është mirë sepse aty ka dialog, ka bashkëbisedim sa dhe dalin gjëra të tjera që Sa mbase nuk bukur. kishin mendje më përpara. Do të kthehem pak te këto skenat botërore që i keni frekuentuar, ku je ndjerë më mirë? Janë shumë vende që unë kam edhe si mbaj mend, them drejtën, sepse kam qenë gjithmonë në tur në 2013-2015 2 vjet me valixhe në dorë, gjithë botën. Më pëlqeu shumë Zelanda e Re, më ka pëlqyer, Meksika më pëlqeu, Brazili, Hong Kong. Janë sepse duke udhëtuar dhe hap ide, horizonte, ke ngjyra të ndryshme, ke kultura të ndryshme që nëse besoni diçka thot, po nuk që nga kjo, që nga dhe ndryshe. Mund të integrosh diçka të veprat e tua. Integrosh. Janë përvoja, domethënë. Janë përvoja, gjithmonë përvoja është. Më thënë. Blena duhet të pyes për koreografin shqiptare. Sa është në çfarë shkolle do ta rendisje në këto përvoja që keni parë në skenat botërore? Tani, si në Shqipëri dhe në Kosovë, ka disa vite tani që gjërat po ecin, po përpërojnë, dhe po ecin, po bëhen punë të mira, Nuk i ndjek shpesh se vi, domethënë për pak kohë, që shfaq punët e mia, por shoh që ka shumë interes për artin, dhe besoj, ndaj edhe unë gjithmonë ka pas dëshirë, si dhe në Shqipëri, po dhe në Prishtinë të vite të organizohet. Kjo është ideja ime, që jo vetëm ideja ime, besoj edhe gjithë artistëve të tjerë shqiptar, kosovar, të vinë në vendet e tyre dhe të shfaqin ato punët që kanë bërë jashtë, eksperiencën e tyre. Është pak e çuditshme këto sukseset individuale, ne kemi artistë, njerëz tanë të zot që shndrisin në skenat botërore, dhe sa mirë që jeni këtu të ndani me publikun ton, me të rinj tan, punë të mira të mençura që mund të bëhen, pavarësisht e dim që keni kalu sfida e barriera të mëdha. Është vërtet emocionuese për mua, domethënë sepse është Ju keni punoni edhe si pedagog i kësaj fushë? Dhe si pedagog, dhe si kërcimtar, valltar dhe koreograf, të treja. Po, domethënë si pedagog me student tuaj si ndani? Si pedagog jam si guest, si ftuar në qendra të ndryshme, në për kompani, në për teatre, në për studio private, domethënë gjithandej, gjithë Europën. Dhe aty vinë njerëz të ndryshëm nga kombe të ndryshme që ndajmë. E ku ti jesh më mirë, si pedagog, si koreograf? Kjo është shumë e vështirë. S'mundesh me nda. Është një trekëndësh që të mbledh. Është një trekëndësh që unë më pëlqen të jem të treja këto skajet dhe kaloj mirë, më pëlqen. Sa mirë. Po duhet ju kemi më shpesh në këto vendet tona që të marrim më shumë nga ju. Megjithëse të kemi dhënë shumë kur të kemi përcjell, por tash duam të marrim nga puna që keni bërë. Është pak egoizëm nga ana jote, po. Jo, s'është egoizëm, sepse nuk janë dhe është dhe njohuria, janë dhe gjëra, sepse ky zhanër është edhe pak i komplikuar. Si e thash tani, nuk e njeh. Është pak më i rrallë. Tani do të vijmë më shpesh të japun më shumë. Po prandaj. Që tregoj më shumë dhe njerëzit të edukohen, audienca të edukohet. Se shoh çfarë është. Sepse mund të kenë ambicie njerëzit tanë, sot bota është e hapur edhe të kenë. Kur thash që nuk të kemi dhënë, në kuptimin që nuk të kemi mbështetur, ndoshta si tani kjo është një sepse thatë që keni nisur rrugën e një gurbeçari, një mërgjimtari, si shumë të tjerë. Po jo, po marr dhe mbështetje kohët e fundit, pak nga pak, sepse edhe të mjafton, po sigurisht. Po të themi ashtu thoj. Tani unë ëndrat i kam gjithmonë mëdhaja dhe kam dëshirë të kem më shumë mbështetje, po besoj të ndodhi në vitet e ardhshme. Uroj.
bëri përshtypje këto bashkëpunime që keni depurtuar Blenard me kompani të ndryshme në qendra të mëdha evropiane, madje edhe skena tjera në botë. Si arrije deri aty? Është vështirë ndoshta të shot dikush talentin edhe punën tënde. Madje këto kompani që lidh një bashkëpunim kërkojnë disiplinë, kohë, durim. Është e vështirë, ka shumë konkurim te kjo punë. Gjithashtu dhe po unë gjithmonë e kam qef këtë punë, e bëj me shumë dashuri. Edhe kam pasur edhe fatin që të më zgjedhin. Por nuk më është dhuruar as diçka kështu. Gjithmonë ka qenë me sakrificë, me punë të madhe, me dedikim. Kjo ka qenë ajo dhe jashtë nëse e shohin këtë ta japin dorën, mundsinë, domethënë, që ti je pjesë e tyre. Është gare fair, si thuhet. Është fair, po. Nëse punon edhe është talenti në shprehje ata e vlerësojnë. Po. Ke pasur momente që je thyer, je zgënjur? Po, ka pas momente, sigurisht që ka pas. Tani unë jam gjithmonë Po nuk të rëzon ajo. Ajo të bën më të fortë. Mund të rrezoj për momentin, por nëse nga ke kaluar, si e thash pak më përpara, që këto vështirësitë, këto të krijojnë karakterin, shpirtin, thellësinë dhe nuk të bën përshtypje asnjë diçka. Ka një mendësi ndryshe prej këtyre vendeve të Ballkanit në këto qendrat perëndimore ose botërore, në kuptimin e meritës dhe punës meritore. Këtu jemi pak një kapitull tjetër thua. Këtu është diçka tjetër. Këtu me çfarë kanë kuptuar unë, në vendet ballkanike, mund të falen të gjitha gjërat. Mund të shahesh, pajtohesh, vërtet, por vetëm një gjë nuk të falen këtu. Vetëm suksesin. Vërtet, se ka shumë shembuj të tilla dhe më vjen shumë keq që prezantohemi kështu, por kjo është. Por jemi të ndërtuar, nuk jemi të ndërtuar. Unë gjithmonë mundohem të krijoj ura me njerëzit, dhe kam shumë dëshirë të ndërlidh njerëzit. Sa natyrë pozitive vlen. Po, mundohem, është vetëm e mënyrë. Dhe uroj të kemi më shumë bashkëpunime me njëri tjetrin. Çfarë mund të bashkëpunojnë Prishtina dhe Tirana? Po ja, këto baletet kombëtare për shembull bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të shkojnë sa më shpesh atje, ata të Shqipërisë vinë këtu, ose koreograf independent gjithashtu të krijojnë punë, të mbështeten nga të gjithë, nga institucionet, nga këto. Të hapim sa më shumë. Baleti shqiptar ka një histori, ka një traditë e Tiranës. Domethënë ka një traditë pak më të gjatë. Është më specifik, njerëzit sikur më e duan më shumë këtë fushë në Shqipëri se sa në Kosovë kam përshtypje. Megjithëse ka interesim te grupet e reja, por nuk e di sa e çojnë deri në fund këtë shkollë. Çushi mund të bëni një dallim ose në ato çka keni mriju me përcjell, sepse keni edhe punë tuaja. Të them drejtën, jam pak, mund të them, ignorant nga kjo anë, sepse nuk kam jetuar aty, nuk kam studiuar në Shqipëri, por me punët që kam bërë, se kam ndërtuar një punë para 3 vjetësh në Tiranë. Është ajo dëshira, ajo se ne si popull të gjithë ne, dhe ne këtu kemi atë forcën e brendshme, por duhet edhe pak mendje më e hapur, besoj këto. Edhe kanë atë fuqinë, kanë atë dashamirësinë e gjës, por do kohë. Duhen kohë. Edhe besoj që këto kohë po vinë avash avash. Dhe si e thash më përpara, do shumë dedikim kjo punë. Do të jesh i vërtetë, do të jesh aty, duhet të sakrifikosh, duhet të jesh i fokusuar, duhet punosh, duhet ushtrohesh, sepse trupi është një instrument, nëse e le, të lëshon dhe ajo vetë, dhe ai vetë. Prandaj, domethënë e ushtron vazhdimisht. Të pëlqen muzika shumë? Dëgjoj muzikë, dëgjoj zhanre të ndryshme të muzikës, më pëlqen. Çfarë më shumë? Po muzikë klasike kam qef, kohët e fundit, po elektronike që e përdor edhe në punën time. Çfarë tjetër? Vetëm tallava nuk kam qef. E ke pa koreografinë e këtyre të tallavas. Mos ta bazardojmë se s'dua të bëj këtë krahasim. Duat të kthehem pak tek koreograf botëror, cili ti ke idhull ti?
James Thierry jeton në Lausanne. Ai është nipi i Charlie Chaplin. Ai për mua është një master i koreografisë, po edhe botës së tij që ka, që përdor edhe cirkun, ndërlidh cirkun me dans kontemporan. Po kemi William Forsythe gjithashtu, që këta janë emrat e mëdhenj. Është Akram Khan që unë kam punuar gjithashtu. Pina Bausch që nuk jeton më. Këta janë koreograf që më kanë inspiruar shumë me punët e tyre. Kemë mësuar në shkollë këta, në fakultet? Dhe në shkollë, po edhe duke parë dhe shfaqjen. Duke parë pastaj shfaqjet. Po, edhe kam bashkëpunuar me kërcimtar, nga të gjitha këto kompani kam bashkëpunuar në projekte të ndryshme gjithashtu. Është bukur, është një botë shumë e bukur vallëzimi. Komunikon me të tjerë, me kombas të tjerë, shtetas të tjerë përmes vallëzimit. Nuk ka nevojë të ta njohësh për shembull gjuhën kineze ose një gjuhë tjetër, japonishtën, po koreografia të lidh. Koreografia, jo vetëm koreografia, po është gjuha e trupit, e ekspresive gjithmonë, por gjuhën ndërkombëtare ne flasim gjithë anglisht, sepse e kuptoj, jo, desha figurativisht e pata këtë, gjuhë e trupit që si komunikohet me një partner. Se ne në botën e artit themi që ata energjinë, si themi, edhe kështu kuptohesh me njerëzit. Sa mirë, kjo t'jep edhe një inspirim tjetër sigurisht. Po, është diçka shumë e bukur kjo. Pa u përpjekur gjithmonë të përkthesh shpirtin duke u shpjeguar. Sa mirë. Je të punu diçka të re? A mundesh me nda me ne? Gjë e re e fundit fare ishte Mbi Fjalë, që u realizuan në Tiranë te Teatri Eksperimental, ishte një bashkëpunim me Teatrin e Operës, Universitetin e Arteve dhe Teatri Eksperimental. Dhe kjo ishte e fundit fare, dhe tani ka ardhur kohë për mua të marr pak pushim, sepse nuk kam pushuar pothuajse gjithë vitin, kam bërë 4 projekte të mëdha. Sa mirë. Nëse më pyet si ke bërë, edhe unë nuk di ta shpjegoj tem drejt. Si ke realizuar? Sepse vështirë të ka përcesh prej një angazhimi në tjetrin, apo. E quan profesion apo mision këtë fushë? Kjo është pyetje $1 milion. Po unë këtu ndihem mirë, ndihem në shtëpi, sepse unë tani jam larguar nga Shqipëria prej shumë vitesh. Po edhe aty ku jetoj, për nuk ndihem në shtëpi, sepse nuk jam pjesë e kulturës tyre, sepse jemi kulturë ballkanase, jemi këtu, jemi të diellit, të detit. Të ndjek. Por do të them që kjo puna më bën të ndihem në shtëpi, në trupin tim. Edhe ndihem mirë sepse më pëlqen të tregoj histori. Dhe është diçka shumë magjike kjo. Kërcimi, lëvizja është megjithmend shumë magjike. Ke qarë ndonjëherë në skenë? Po. Hera fundit ishte një moment aty që u preka tek se nuk jam edhe shumë kritik i vetes, shumë i fortë, nuk më pëlqejnë shumë punët e mia, punë fare. Domethënë mbase po e teproj pak, po nuk jam kështu i vetkënaqur. Po ishte një moment këtu te kjo pjesë e fundit tani që po pash dhe ishte shumë që është e natyrshme, është njerëzore. Duhet. Sepse edhe publiku ta adhuron atë pjesë ose ta vlerëson kur është aq e natyrshme. Çfarë do t'i përcjellje valltarëve të ri? Një porosi për ta. Çfarë duhet të bëjnë ata, si duhet nisin? Ky djali që ka bredh rrugëve të Gurbetit, të vendeve të tjera, që ka shërbyer, ka bërë punë të ndryshme, si është ngritur në skenat botërore. Të inspirojnë, të shohin sa më shumë video arti, të ëndërrojnë, të jenë vetvetja, të punojnë fort, të jenë të dedikuar, të sakrifikojnë, të gjitha këto. Vetëm me punë. Ky është gjithmonë ai mesazhi që unë jap, është vetëm me punë dhe dedikim, është e vetmja mënyrë. Talenti është një pasaport për 5 minuta. Nëse nuk punon, jashtë duket. Domethënë duhet vetëm me punë. Është angazhim shumë i madh. Po, duhet punë. Gjithmonë punë. Ke në skenë në plan për festat e fundvitit, je ftuar, ke realizuar diçka apo pret të ftojnë? Unë gjithmonë pres të më ftojnë, sepse edhe nuk e njoh mekanizmin mirë as këtu as në Shqipëri, por jam i hapur. Gjithmonë jam i hapur. Kush më fton,
e shoh si duket si punë ose si bashkëpunim, edhe unë shkoj, jam njëri i hapur dhe i thjesht. Për momentin, si thash pak më përpara, dua mezi pres të marr këto pushimet, mbas sepse do shkoj në Manchester sërish nga java tjetër, filloj këtë Balkan Erotic Epic, se kjo ka dy versione, është Kapanon Warehouse, Po. dhe është një version tjetër teatri që unë do të shkoj dhe do ta ripunoj sërish atë, dhe mbas këtyre 2 javësh, pastaj janë pushimet. Po, sigurisht lëvizje e vazhdueshme, edhe shumë kënaqësi me ju pas edhe në Prishtinë, edhe po presim që keni me pas një vepër për Prishtinën, atë që t'inspiron tani kur dalësh këtu nga Radio Kosova dhe të shohësh rrugës diçka. Sikur të vinit në pranverë do të duket ndoshta më bukur Prishtina, por edhe në vjesht nuk është keq këtu. Këtu ne kemi një gjë të bukur se i shohim të gjitha stinet. Po, Prishtina i ka këto. Është shumë bukur. Po, besoj me shumë dëshirë, A kemi harru të ndajmë diçka tjetër bashk? Besoj se i tham të gjitha. Dhe shumë faleminderit drejtorit tuaj që për ftesën, u takuam brenda një njerëz i jashtëzakonshëm. Faleminderit shumë për kohën tuaj, edhe shumë nderë për ne të kemi në Prishtinë edhe në Radio Kosovë. Shumë faleminderit. Kënaqësi. Dëgjues të dashur, ishim me Blenard Azizaj, një figurë e njohur tashmë botërisht, një koreograf i shquar, me talente të rralla, me shumë vepra, me shumë punë. Presim nga Blenardi të ndërtoj diçka të re e të bukur edhe mes Prishtinës e Tiranës, siç dëgjuam Blenardin, nuk duhet të dorëzohemi asnjëherë, të punojnë të rinj sa më shumë, pavarësisht barierave e kostove, gjithmonë përpjekjet të ndriçojnë punën e secilit.